Dikur të famshëm, por ku janë sot? E kemi përgatit një listë për artistët të cilët janë zhduk nga bota muzikore. Në vendin e 4, Memri Krasniqi, ish pjesëtari i grupit Ritmi i Rrugës, i njohur me këngën Ushtari i Rrugës. Ku është sot? Ai momentalisht është kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. Ka dëshirë me u kthy muzikës, por me sa duket, puna në politik është më tërheqëse për të. Vendin e 3 e zë Bertan Aslani, i njohur me këngën Akoma të du. Ku është Bertani sot? Ai momentalisht jeton në Turqi, në Stamboll dhe është një aktor shumë i njohur atje. Po shpresojmë të dëgjojmë zërin e tij sërish. Vendin e 2 e zë Ermal Mamaçi, ish pjesëtar i grupit The Dreams me këngën Nuk dua ta di. Edhe pse Ermali u largua nga muzika, ai ende vazhdon të jetë pjesë e mediave. E tani ai punon si motivational speaker, life and business coach, që do të thotë na motivon neve se si të kemi një jetë më pozitive dhe si të bëjmë parë. Vendin e parë e zë Flori Mumajesi, i cili në kohën kur ishte aktiv, bëri bashkëpunime spektakolare në botën e muzikës. Ishte krijime shumë të bukura, po ku është Flori tani? Ai momentalisht ne e dim që është pronari një pizzerie, por arsyeja pse ka lënë muzikën ende nuk dihet. Pa thashë theme, por asgjë definitive. Komento më poshtë artistin që kishe pas qef me kthy në muzikë.